Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana. Atë kujtohet dashnia nga Ylli Limani, produkti i tij më i ri muzikor e rikthen sërish në studio 11:20 është ora eksakte në këtë moment për të gjithë ju që sapo keni ndezur radio, jeni duke dëgjuar Live from Tirana dhe tashmë në studio na është bashkuar Aldo Fetau, ish konkurrent tashmë i përputhen për të diskutuar për eksperiencën e tij, por dhe për disa deklarata që janë bërë shumë virale. Aldo, mirë se vjen në program. Mirëmëngjesi Ronaldo, mirëmëngjes gjithë atyreve që po na dëgjojnë, po na ndjekin dhe atyreve që do na ndjekin. Okej. Po ato që do na ndjekin më vonë në YouTube. Aldo, ju largove çift nga programi apo jo? Vendose të dalësh çift i përputhur, ku duket që misioni i të përputhurit është i vështirë jo vetëm në një program televiziv, por dhe në përditshmërinë në kohërat që jetojmë. Si po tese marrëdhënia? Shumë mirë, shumë është nivel lineare konstante. Ka ullet e ngritjet e veta se normalisht nuk u njohem në rrethana normale në thonjza, por që Patet ka mjaftueshëm për të njohur gjithsesi. Po, ishin rrethana pak komplikuara, pak sikletshme, por që ja dolëm. Je i lumtur me këtë vajzën? I lumtur, lumturia është fjalë shumë e madhe që kërkon Se nuk kohë të shoh impenjim. shumë entuziast kur flet për këtë histori. Entuziast. Apo kështu je ti? Kështu i shpreh. Nuk jam pak kështu, me këmbë tok jam i ftohtë si njëri, nuk i shpreh shumë emocionet, por që jemi në rrugë të dur, besoj. Që do të thotë çfarë po ndodh me marrëdhënien tuaj aktualisht? Ne jemi në ngritje sipër të marrëdhënies, në ndërtim. Siç thash, ka uljet e ngritjet e veta, ka të sikletet e veta, xhelozit se normalisht tani na shkruajnë, klasi shkruajnë, ka ato Sidomos kur një personazhe po. publik të dalë nga përputhën, okay? Prandaj janë këto rrethana pak cikletshme, por Çfarë që shkruajnë? Çfarë shkruajnë ty konkretisht? jo po ndau ti nga ajo se po të pres unë, jo Vërtet? po ti po nëse ndahesh ti, unë jam këtu, të pres, të bëj. Ka edhe ca goca që dërgojnë dhe foto pak Plus 17. sensuale. Kam parë ato që janë once, e ke parasysh ato që Po, view shikon, once. po. Po, dakord jam Jam për këtë pak, view once, po njerëzit nuk e kuptojnë që sot shumica janë me 2 telefona dhe mund të bëhet një foto aty view once nga sipër. Nuk di domethënë. Thjesht e pash goxha gjëra tek ato view once, po Çfarë do bëjmë? Pe në vite të ri me çfarë pe aty? kam parë shumë gjokse të ndryshme Ronaldo që mos i kisha parë ndonjëherë. Mos aftovaj kështu fjalë turpi se skuqemi ne. Po si reagon partnerja jote kur ti ishe këto lloj fotosh? Në fillim un kam marrë shumë kështu nga ato pjata plastike, pirunit e thika plastike se Në supermarket i bleve? po i kam bler se kështu pjata normale nuk marrun se me Klean në fillim ka qenë shumë problem i madh. I e dhunuar nga Klea? Si jam dhunuar, po thjesht kur vin këto lloj situatash kështu nga nerva e sipër, ças ndodh, kështu që un duke kaluar këto gjëra më përpara me thika, me piruin, me lug, Vajt mëshme. tash më mirë ti marr plastike vlla Dëgjoj, se sa. jeni mirë me njëri tjetrin? Jo, shumë. Se ne jemi kundra dhunës. Ne jemi shumë mirë. Ne jemi aq mirë sa Po ti po thua kam bler pjata plastike për të mbrojtur. mirë në konnotacion pak humori, por që hiperbolizon nuk për ta bërë fani situatën. Nuk Jeni prezantuar respektivisht në familjet e njëri tjetrit? nuk kam fol me mamën e Kleas. Telefon, video call e gjitha, por face to face në tavolinë. Aldo, sa vjeç je ti? Nesër 24. Nesër 24, ti je Nesër binjak apo jo? binjak, Nesër, binjak. pra praktikisht je ende 23 vjeç. Mendon që je pak i ri për të bërë një hap kaq shumë të rëndësishëm në jetën tënde? I ri. Varet si të vjen Ronaldo, se edhe shumë i ris jam, po edhe shumë i madh nuk jam në moshë, por që me mendimet që kam unë besoj jam në një moshë 24 vjeç që do bëj nesër. Pas 12-s mendoj që jam në një moshë që sa ta njohësh, sa të përjetosh, shkon 27, 28 dhe krijon atë që secili do të krijoj, por sipas jetës time kam parë që Kur mendon ti që është mosha ideale për një mashkull që të krijojë familje? Sipas personalisht kuptimit tënd. 28, 30 të paktën gryet e Duhet, shtatzane.
Aldo. Gradet e Shazane në të mosh. O zot nuk e di. Domethënë është shumë i lezetshëm, thotë të paktën deri 30 vjeç gruaja duhet të jetë shtatzane. Domethënë un prisa të thoshë që të paktën deri 30 vjeç duhet të jesh sistemuar. Je shumë i lezetshëm edhe më pëlqen lirshmëria dhe sportiviteti jot, po Kjo më karakterizon në Ronaldo çfarë do bëj. më humbe fillin komplet tash. Po nëse nuk është shtatzan deri në këtë moshë, Do ta bëjmë Shazane. Do ta e kupton. s'ka ku të shkoj. Do jetë Shazane. O zoti i madh. E adhuroj këtë program përfundimisht, po keni plane ju për shtatzani? Tani akoma jo se Klea i ka kaluar këto etapa të jetës. Çfarë etapash? Ka fëmijë, ka një djalë të vogël. Okay. Kështu që po. për mua është diçka e re, për atë është diçka e parë. Nuk por që do vi me kohën, se duhet ta dua fëmijën e mban Klea? Po, familja Klea, se Klea punët e veta vjen këtu, ikën takon djalin, është Ti e ke takuar djalin e Kleas? akoma jo. Sepse Çfarë thot diçka familja jote që ti je lidhur me një vajzë që ka një fëmijë aktualisht? çfarë do thot? Tani i pari si jam mas i fundit besoj se do jem. Është një përgjegjësi që unë mendoj që jam gati për ta marr. Por që prapë është çike si kleshme se është. Në familjen tonë është pak diçka e re që një djalë në këtë moshë të marrin një gocë me ideal, por që edhe diçka që s'është parë ndonjëherë s'është. Por që i dyti, fëmia i dytë, me kismet. E kuptoj. Aldo, ju po jetoni bashk me Klea? Po bashkëtoni apo jetoni në shtëpi tuaj respektive? A jeton në Tiranë apo jo? Po, por për shkak të impenjimeve që kemi nuk mund të jemi të dy me i shtëpi se kur fle ajo unë jam zgjuar, jam në punë, domethënë Okay. nuk pararastisim. Po ç'lidhje ka? Kjo nuk të ndalon të jetosh me personin që do. Thjesht jemi në rrugë si për drejt asaj, se s'ta them unë, po merrim më shumë me marrëdhënien ton, pastaj janë etapat, janë hapat që merren pas njëra tjetër, se s'mund të nxitojmë, se nxitimi Keni kërkuar për shtëpi me qera? s'kemi nevojë për shtëpi me qera. Po ku do jetoni? Shtëpia jon. A tek familja ku je ti? Po kam edhe një shtëpi tjetër që e kam bosh për raste emergjente, për raste Si janë këto raste shumë emergjente? ekskluzive. Më falë se kjo intervistë nuk është normale fare. Si janë këto rastet emergjente? Ma shpjego pak. Domethënë kur ke ndonjë hall që je mërzitur, shkon te kjo shtëpi dhe qan. Shkoj, lotoj shumë Ronaldo nga shtëpia tjetër, po nuk lotoj vetëm, Po pse loton? lotoj në grup, Në grup. Ti një sekond tash, se shumë serioz situata. Ti te kjo shtëpia e dy ekskluzive që ke, është në emrin tënd shtëpia apo të familjes? nuk mbaj asnjë gjë në emrin tim Ronaldo se E kuptoj. Të heton spako pastaj. Tani, te kjo shtëpia e dy që ti ke, shkon dhe loton në grup. Po pse dash në grup, dash në çift. Po pse në grup? A lotohet në grup? Si ta them? Sepse njerëzit e kanë të vështirë të qajnë para të tjerëve. Si është ajo shpreha që dy mendje është më mirë se një. Edhe punë në kësaj. Sa më shumë duar, sa më shumë mendje, sa më shumë sy. Pra procesi jot psikologjik, pra ti përmirësohet, vjen dhe përmirësohet. Të dalin lotët më kollaj dhe je më i lirshëm pastaj për të vazhduar jetën, për të vazhduar punën. Këtë intervistë do e dëgjoj Klea ose është duke e dëgjuar se do e shoh në YouTube. Mendon që mund mërzitet që ti loton në grup? Apo lotoje dikur? Dikur, tani jetës nuk i dihet. Tani më rallta. Tani një herë në 2 javë, 3 javë. Vjet ishi mirë këtë vit fare, si është ajo batuta. Mirë, dëgjoj, se dëgjoj kam një pyetje përpara se të shkojmë në reklama. Ke marrë pjesë ndonjëherë në audicione për aktor? Po e kam provuar disa herë. Ke fituar? Për çfarë lloj filmash flasim? Sepse un kam marr audicion pjesë në tjetër lloj industrie, jo në industri. Çfarë industrie? Filma vizatimor. Shkruizatimor.
Kam ose nuk po tallem, kam seriozisht, po flas për film normal. Filma që ishin në kinema. Ato pa e kam provuar, po aty s'm ka ecur mua, se Nuk s'jam të ka ka ecur, punë, por po? që më ka ecur në industrinë e kur isha në Angli e provova se si aventurier që jam unë. Ç'a ke bër? Ka shkuar në audicionet e Filma për të rritur thua? po. Fitove? Fitove? Fitova unë, po pastaj mora vesh ca gjëra që nuk më troqen Të më tipit? pastaj. Duhet të kesh një lloj rutine, një lloj regjimi, duhet të hash Si është shihet kjo? specifikuar, të marrësh Ç'a kërkonin? medikamente shumë thjesht nuk e kisha çik merak këtë pjesë, ka të bëjë me qenien time, kështu që nuk u mora. Kishin rregullat e tyre. Po, Nuk pra, ti fitove audicionin në industrinë e filmave për të rritur plus 17, pra, filma pornografik, le ta themi, më pas vendos të mos aktrosh për shkak të kontratave që kishin apo jo. po, se është diçka s'ta them unë. Si ishin pagesat? Shumë të mirë. Që do të thotë? Do Na. si paguheshit më pra rrogë mujore, Unë paguheshit për film. për atë skenën që më caktuan, unë do isha ai që do shkoja, domethënë burri i saj do shkonte në punë, unë do shkoja isha Okej. ai dashnori i fshet E sa sekret do të paguhesh? i gruas. Sa do të paguhesh për këtë? Edhe si fillim domethënë se ka të bëjë dhe shumë dhe fama, domethënë emri që ti ndërton atë industri ishte 4200 pound vetëm ajo skena. Vetëm ajo domethënë, skena. sepse aktoria ishte shumë e famshme. Po aktoreja që ishte Në famshme Angli. sa mund të merrte? Atë se di unë se pagat nuk para ka pastaj ato Në kontraditat. starti për gjëra. 4200 euro. Okej, është Për sa. skenën që unë do bëja, edhe për kozjatën që unë do ishte xhirimi Sa i ishte gjitha. kozjatja? Tani xhirimet do ishin 1 orë, domethënë 40 deri në 1 orë, 40 minuta deri në 1 orë, por varion domethënë. E kuptoj. Sa më shumë të mbash, aq më mirë është. Qartë, interesante. Nëse unë vazhdoj të jem në punë pas kësaj interviste, është fati i madh. Shkojmë në reklama. Mirë, rikthehemi sërish në program 11:38 e 39 dëshora eksakt në këtë momente sa po ndërrua. Jeni duke dëgjuar live from Tirana dhe vazhdojmë të jemi në studio me Aldo Fetaun, ish konkurrenti për Puthen dhe ndrojmë tashmë kapitull Aldo për të biseduar për një tjetër gjë shumë interesante. Deklaratat tua në studio të ndryshme televizive në Top Channel janë bërë virale për shkak se ti ke thënë që ke pasur marrëdhënie disa vite më parë në Angli apo jo? Po. Me një grua të martuar apo jo? E divorcuar. E divorcuar, pra më e madhe se ty në mosh, çfarë moshe pak a shumë? Atëherë 46 ishte. 46 dhe ti ishe 19-20. 19-20 vjeç. Dhe kjo gruaja ty të ka ndihmuar edhe nga ana financiare. Apo jo, që do në të them- kohërat moderne quhen sugar mama. Po, Kjo ishte shqiptare? ishte shqiptare. Okej. Po do të them vetëm një detaj të vogël. Më Kjo thuaj. kënga që sapo mbaroi tani, ajo YMCA, gjithmonë e vija pas një kur isha në atë intimitetin tim dhe kur kisha një performancë shumë të mirë dhe shikoja dhe Ishte në punë. po, gjithmonë vija këtë në si ta them unë për qefin vetes, e kupton është ajo. Aha, po pse? Çfarë të sillte kjo këngë? Çfarë të ndikonte? Kur mbaroja punë dhe shikoja që kisha një performancë shumë të mirë me partneren Çfarë pune? në intimitetin sipër. Okej. Vija këtë këngën, si ta them unë, e ke parasysh kur ti fiton një trofeu ose kur ti ja del diku dhe është një lloj këngë që të jep atë emocionin si fitimtues, si triumfues. Këtë vija dhe unë gjithmonë. Po triumfues për çfarë? Se kreve marrëdhënie intime? Jo, për performancën që unë kisha. Do vend Okej. isha Pra ti surprizoja, shijon, domethënë i feston këtë lloj triumfesh. ka raste po i bë dhe foto për shembull. Vetes. Jo. Partnerës respektive. Po pse? Janë ca momente o Ronaldo që duhen ruajtur. Jo vetëm në mendje. Duhen shënjuar si triumfe në jetë. Po. Dhe triumfet thua ti është Sepse edhe janë ky. shumë goca që nuk më kanë harruar asnjëherë. Vërtet. Edhe pas thjesht një one night stand nuk më kanë harruar asnjëherë. Po nga e kupton ti? Sepse shkruajnë. Ka raste për shembull se dolëm shumë devijuan shumë nga tema që ato janë të lidhura me djem të tjerë dhe thonë që shiko, sado mund të jemi dikë tjetër, unë prap mendoj sikur je ti edhe më thash, po kjo është një tjetër gjë që s'do ta diskutoj shumë. Dgjoj, pse reklamon veten si të tillë ti?
Se ke një lloj tendence për të treguar publikut që un jam shumë i mirë në këtë gjë që bëj. Jo, unë s'po them që jam shumë i mirë. Po jo, po e Thjesht ka thua raste që ta thon këto gocat. Po, thjesht tregoj të vërtetën. Aha. Interesante. Tani dëgjoj, e di çfarë dua unë të elaborojmë. Është shumë interesant fakti që është një trend i ri që çuna të rinj, të pashëm, të palestruar ose jo, krijojnë marrëdhënie me gra më të rritura në moshë se ato, shpesh herë të martuara që janë të mira nga gjendje financiare dhe i përdorin për ndijem. Po, për sponsor. Sponsor General, unë visha bluzë me emrin e saj. Dikur quheshin gigolo, sot quhen sponsor. Si mendon që është termi i dur? Hajde flasim lirshëm tani. Unë kam qenë gigolo. Ke qenë? Ti e pranon që ke qenë? Po. Me këtë gruan apo? Ajo gruaja ka qenë sponsor. Okej. Sponsor general. Ky emision mundësohet nga Aldo Feta. Edhe unë visha bluzën, domethënë si ato fanellat e sportit edhe vija dhe emrin e saj këtu domethënë. Në përditshmëri apo? Zakonisht në përditshmëri kur dilje. Po pse e bëje këtë? Sponsor pra general. E bëje për të treguar asaj një lloj respekti apo? Shiko, atëre ajo ka qenë shumë posesive. Edhe nuk i ve faj fare që ka qenë posesive me mua. Pse? Sepse duhet të më ruante nga rreziqet e jashtme. Se pa potencialin tim dhe tha, e di qa, më mirë ta ruaj për vete vlla se ky. Po tani, do marrë. e di për çfarë jam kuriozun, si shkohet deri në këtë pikë? Pra ti e bën të qartë që në fillim që ke nevojë për Ja ta them. Ma trego pak se realisht jam kurioz. Atëre, step by step. Okej. Le ta trajtojmë si kurs. Okej. Vëmendje të dashur miq, ju që dëshironi të bëni një gjë si Aldo. Atëherë ideja është këtu që ti shkon në përvende që këto frekuentojnë. Që janë vende luksi, besoj. Vende luksi, pube që ka. Nuk besoj që njeh në urban, se aty po në urban s'ka shanse. Me abonet 16.000 lekë në muaj, çfarë do të japi ty? Okej, shkon tek këto vende të luksit. Shkon në këto vende të luksit. Okej. Edhe ti vishesh, krekosësh, qefesh, do ti bësh gati apo stafat kastile vetëm për të gjuajtur. Ti shkon atje me pushk në dorë vlla edhe je kështu snajperist i vjetër. Aha. Edhe shkon atje dhe gjurmon, shikon çaj që është tek lëvizjet e njerëzve ku shikon. Pra shikon çdo psikologjisë komplet ambientin ku ti je. Ambientin, okay. Si e kupton ti që ajo gruaja që aty që sheh përballë është për të gjë? Sepse duket që nga veshja. Është shumë e thjeshtë, pa ajo thjeshtësia ka ka një leku. Leku. E ke parasysh ato lekët që printojnë kështu në fillim fare që kanë një shumë të veçantë. Era 500. Po, edhe ti shkon ti sikur pa dashje apo shiko se s'kam këtë goditësh kështu me supa, më fal, shiko se kështu ashtu, bëni muhabet. Kur ti e shikon pastaj se ti bën dhe disa pyetje që me këtë je shoqëruar, pastaj ti mund t'i nxjerrësh në një temë, në një muhabet, po burri këtë si të la vetëm ajo thotë jam i divorcuar. Sa thotë jam i divorcuar? Ti aty pastaj nxjerr sniperin dhe thua, bam, kjo ishte. Po nëse nuk është i divorcuar, ka problem? E divorcojmë ne. Duhet ta divorcosh patjetër. Tash i varet. Qëllimi si është ajo shpreha që mjet justifikon qëllimin. Pse të duhet divorcuar ty kur gjëja mund të funksionojë? Po tash pas një natë me mos besoj se do vazhdoj të jetë me burrin e saj. Divorcohet thua ti? Besoj se po. Aha, po si ja bën të qartë që ajo duhet të investoj financiarisht tek ty? Si ja thua? Është ajo qefi Ronaldo që unë për shembull ngel ndonjëherë pa lekë edhe vjen fundi muajit, vjen turp të them shokut ngush, shoqës ngush që ku diun jep 100 euro çtu e japë. Çka do dalim bashkë edhe do të jo për atë pjesë. Pra un po them këtë gjë, që edhe në aspekt miqësor kur kam nevojë për para, më vjen siklet tek shoqëria. Ti si ja bën të qartë kësaj grua se ke nevojë për mani, për para. Atëherë ja. Do bëni kështu një intro shumë të shkurtër. Manuali numër 2. Si kërkohet lekë? Meshkuj për shembull, kur kanë një gjendje shumë të mirë financiare dhe kanë një vajzë në krah, ai gjithmonë shpenzon. Kështu është edhe e kundërta me këto gratë që nuk kanë ndryshim. Ti plotësojnë qefet dhe është shumë mirë në marrëdhënie me ty. Ai do se ka problem lekun dhe do derdhi lek. Edhe jo vetëm. Dhe ideja është këtu. Që ti tash i bën si
Sa i mërzitur jam, më duhet një palë pushime, po se di s'ka marrë rogën, jo Kam gjyshë në spital, mundi të mirë operacioni. Jo po shiko se mbaroj parfumi, jo po mbaroj lekët, ajo e kap sinjalit, ajo di shumë mirë për çfarë pune, ajo e di për çfarë unë dua dhe unë e di shumë mirë për ajo çfarë më do. Kjo është ide. Pak në heshtje. Po disa lekë ka mberë Ronaldo. Sa? Nuk e ke iden valla. Sa? Nuk e ke Sa pra? iden. Është 5 fish. Është kështu me 5 shifror. Jo, më thuaj shifra konkrete. Tani bashkë me shpenzime, me argjime, me dhurata, me gjitha. Me këtë gruan po thua? Po. Sa lekë i mora kësaj gruas? Domethënë Bashkë me duke shpenzime, konvertuar, po. duke konvertuar dhurata gjitha shkoi diku te 35-37.000 pound. Flasim 37.000 euro për sa kohë? për gati 5-6 muaj. 5-6 muaj 37.000 euro. Po sepse ishte edhe ai çifti, domethënë që do ta them. Qa? Ishte ai çifti që më pagoi mua burri i saj që të kryej marrëdhënie me gruan e tij Jo, dhe lutem. ai Ndërpriteni këtë emision, ju lutem. po nejse, Jemi- gjithsesi ky është mohabet tjetër. Ja, mos ta bëjmë kaq eksplicite. Interesant ishte ta dëgjonin, po është pak herët kam përshtypjen. Pse ka edhe kështu rastesh, ë? Ta shpjegoj. Jo, mos e fut në detaje, Ka. është e rëndë si bisedë. Ka. Jo, nuk, ha? Ai erdhi Kastile dhe më thashë kështu mohabeti, unë shikoj dhe kam qefje të shikoj me gruan. Jo, të lutem. Mos futemi në kaq shumë detaje. Tani, mbetemi te kjo. Kjo gruaja është vetëm rast që ti Pa Lex Bet asgjë Ronaldo ta dish. e tmeshme. O zoti i madh, çfarë emisioni jam duke bërë? E kuptoj. Qartë. Atëherë, Aldo, kjo gruaja që ti ke pasur këtë eksperiencë në Angli, është vetëm rast i tillë apo të ka ndodhur herë të tjera? Ka ndodhur herë të tjera, por ka qenë shumë afat shkurta, gjëra shumë të vogla se Në Shqipëri e ke bërë? kam tentuar, po kur pa që nuk ishte gjendja shumë e mi financiare e lash. Nuk u mora më domethënë. Se për mua ishte humbje kohe. Humbje kohe dhe energjia tash. Smerresh me kështu pagesat. Nuk merrem do si do Ronaldo. O Aldo, steka ime shumë lart. Po ti tani je i lidhur, si do e bësh? Unë jam i lidhur, i invalid. Apo s'do të thoj. E tmerrshme. Do digjem në ferr. Edhe bashkë me ti. Jo, ti e ke të prerë biletën për atë punë, po. Qartë. Pra, ti se e quan veten sot? Naiv, Innocent. shumë fragile, shumë i but, i brisht, engjëllor, i padjallëzuar. Jo, them ti që e përdor këtë gjë për të pasur gra në moshë me lek në jetën tënde për të përfituar financiarisht, pra si quhet kjo gjëja? Çfarë jemi mund t'i vendosim? Çfarë je ti? I shkathët. Pra ti je i shkathët. Ndoshta. Është mërzitur familja jote kur i ka dëgjuar këtë deklarata? Janë çuditur, po jo se duhet mërzitur, se tash kush është ai që s'do ta shikoj fëmijën e vet në luks, A e kuptoj. i mbajtur në plëm të dorës, edhe jo vetëm. Po dhurata më e shtrenjtë që ke fituar nga marrëdhënia me këtë gruan, ku diu ndonjë Rolex e kështu gjëra? Jo, ora Rolex ishte nga isha ime el prostituta. Ajo ka qenë dhurata Rolex, Aha. që pesh shumë bisedë shumë kështu kjo, nuk E kuptoj. nëse do që ta diskutojmë, nuk është problem. Jo, thjesht po të pyes për dhuratë më të shtrenjtë që ke marrë. Thjesht ja mori klienti dhe më dha mua. Kjo është tjetër gjë. Ku t'ja mori më? Klientit. A ja mori një klienti dhe Edhe ta më dha dha ty. mua, po. Ti i kishe të dashur këtë vajzën që punonte eskort. Po. E kuptoj. Dhe te kjo gruaja ishte një Brazilian Van Cleef. Edhe Van Cleef. Van Cleef patjetër se unë ta tha steka ime është lart. Shkoj kështu Ju lutem, është ora eksakte 11:50 minuta. Për pak unë mbyll këtë program dhe studiot tona ndodhen tek Arena Center. Kush është këtej vërdall me makinë dhe më sheh mua duke dalë nga studiot, më shtypi me makinë. Ju lutem ma bëni këtë nder se nuk mund ta rishoh këtë intervistë në YouTube dhe Nëse, mirë, si do të vazhdoj jeta jote, projektet e reja? Projekt e reja tash Artistike, po flasim të lëm këto. Artistike. Pra do të vazhdosh me televizionin apo Po, mbyll me kaq? dua shumë që të jem pjesë e televizionit, të jem në ekran sepse kjo Ronaldo për hirset e vërtetës ka qenë ëndra ime që i vogël. Që shumë i vogël para 10 viteve.
ka qenë një ëndër që unë ne kisha të domosdoshme për ta arritur dhe besoj që jam në rrugë shumë të dur. Jam i hapur për çdo lloj gjëje, oferte, për gjitha jam i hapur. Okej. Dhe mua manifestimet e mia ecin, siç kanë ecur gjithmonë. Mirë. Të falenderoj shumë që ishe Të në bëj një program. pyetje? Po. Nga ky edicion i përputhën, kush ka qenë intervista më interesante që ke bërë me neve? Un kam përshtypjen që kjo është intervista më interesante e gjithë sezonit. Në 6 muaj që bëj un live from Tirana. Po si person. Po pra, un po të them, është intervista më interesante në 6 muaj program që Pra unë ti bëj. tri konfirmoj që unë jam një personazh shumë interesant me këtë intervistë kaq interesante. Për në studio. Për në studio, për në studio. Kaq konfirmoj. Aldo, të falenderoj shumë që ishe në Faleminderit, program Ronaldo. edhe të uroj një të mërkur të bukur në vazhdim. Kënaqësia është e imja. Tu përfundon dhe ky program as pak i zakont për ditën e sotme. Unë ju uroj një të mërkur sa më të bukur në vazhdim, uroj ta shijoni dhe të shijoni vetëm të mërkurën sot për jetën në përgjithësi. Ju falenderoj të gjithë për vëmendjen e treguar. Ju që e humbët këtë intervistë mund ta regjeni në YouTube nga Ronaldo Sharka dhe Danko DJ. I ridëgjojmë nesër.